jeni mirë? Mirë. Mund të mi ktheni në lek të lutem? Shumë faleminderit. Tani me 100 euro morëm 98.500 lek të vjetra. Lutem, mund të mi kthesh në euro prap? Atëherë, ka 99 euro. E bëra këtë ndryshim, i ktheva eurot në lek dhe lekët në euro, jo sepse kam lajtitur dhe du të harxoj lekët kot. Por për të treguar që të këmbesh parat eurot në lek ka një kosto. Dhe kostoja është, nëse kisha 100 euro dhe bëra veprimin 2 herë dhe humba 1 euro, i bie që për çdo veprim në veprimin e parë, praktikisht kosto e shërbimit është 0.5%. Imagjinoni që në Shqipëri, sipas Bankës Shqipërisë, këmbehen rreth 20 miliard euro çdo vit. Dhe 0.5% e 20 miliard euro janë rreth 100 milion euro në vit.